E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar një lëvizje, për të komentuar ndjenja, emocione. Ndonjëherë duhet të dalim përballë një sfide edhe ta shohim në syrin e tjetrit se çfarë ndjesie dhe dashurie ka ai për ne. Shëndriti është nona e krimeve, unë kështu të ta quaj, se ai bën krime shpirtërore. Natën e mbrëmshme, teksa po qëndronte me Brikenën në verandë dhe Mateo flinte në dhomën e gjumit, Brikena dhe Shëndriti bën një prank, jemi në një prill në ditën e gënjeshtrave, dhe vendosën që të shkon Shëndriti ta zgjon Mateon nga gjumi dhe t'i thotë që Brikena e ka lënë shtëpinë. Brikena e krijoi një skenë të vogël, do me thënë hudhi cigaren që po pinte në tokë, la mikrofonin mbi tavolinë, sikur kishte ikur nga shtëpia, ishte larguar nga muri. Dhe Shëndriti shkon me qetësi, i thot Mateo zgjon nga gjumi, Brikena është larguar nga shtëpia. Mateo zgjohet i friksuar, i tensionuar, shkon në dhomën e ndenjës, del jashtë edhe, do me thënë, e pash që në sytë e tij u filloi që të përlotet, zemra po i rihte, se dukeshte filloi që të dridhet, dhe thonte kjo nuk mund të jetë e vërtet, nuk mund ta bën Brikena këtë gjën. Dhe Shëndriti tha po, tha e ka bërë, tha Brikena këtë gjën. Dhe pash në sytë e Mateos atë djalin fiks të dashuruar që ndoshta nga ana e Brikenës nuk e ka mundësinë që t'ia thot fjalët, sepse deri para se të flenë, do të thonë kanë qenë të dy në verandë, duke bërë muhabet, duke fol për familjen e tyre, duke fol për jetën jashtë, dhe për Mateon ishte e pa imagjinueshme, do të thonë ishte me mua dhe të largohet, nuk e kuptonte dot esencën e gjës, se çfarë po ndodh me të. Brikena doli nga dhoma e dëshirave, atje ku ishte fshehur, dhe Mateo e përqafoi dhe i tha nuk është normale që të luani me ndjenjat e njerëzve kështu. Do me thënë, çfarë pash unë mbrëm? Unë e pash mbrëm një Mateo i cili e kishte shumë të nevojshme dhe ka shumë të nevojshme qëndrimin e Brikenës në shtëpi, ai nuk mundet dot pa Brikenën, është i lidhur emocionalisht, është i lidhur shpirtërisht dhe e ka një gjë të veçantë Brikenën. Dhe mbrëm më besoni që kam besuar në dashurinë e tyre dhe thoja me veten time që kjo dashuri duhet të duartrokitet, kjo dashuri duhet të vlerësohet, sepse dashuritë e vërteta janë këto dashuri të cilat të japin emocione, të cilat të japin ndjesi dhe të bëjnë që ti të ndjesh në këtë formë. Unë e pash mbrëm Mateon e sinqert dhe jo më kot e kam vlerësuar. Mateo e do me të vërtet Brikenën, e do shumë, por Brikena e ka shumë të vështirë, do me thënë, që t'i toleroj dhe t'i jap vend Mateos që ai të flet dhe t'ia tregoj vërtet ndjenjat e sinqerta Brikenës. Fytyra e Mateos mbrëm besoni që më ka përlotur.